Të nderuar këngëtar, artist dhe drejtues të sofrës së Dukagjinit, mirë se erdhët midis nesh këtu në Londër. Sa herë që vini këtu midis nesh, ju na sillni fllatin e vjeshtë të Dukagjinit. Sofra e Dukagjinit për ne është një festë tradicionale, një mbrëmje ku takohemi dhe argëtohemi. Ju kërkoj një duartrikiti për Dukagjinin dhe linjën tonë. Për Shkodrën e bukur. Për Shqipërinë. Për Kosovën dhe për shqiptarët kudo që jetojnë. Të nderuar vëllezër dhe motra Dukagjina, të nderuar miq të folklorit, gëzuar festën e flamurit, gëzuar festën e pambarësisë. Këtë urim ura përcjellin nga Londra, sepse urimin për Krishtlindje dhe për vitin e ri do t'ua përcjellim në aktivitetet tona të ardhshme që do t'i zhvillojmë në Shkodër dhe në Firenze të Italisë. Kur hyra në sallë, e gjeta flamurin aty, duajeni dhe respektojeni. Është flamuri që bëri realitet e ëndra tuaja. Është flamuri në cilën po rritën fëmijët tuaj. Por mos harroni asnjëherë këtë flamurin kuqezi. Ky është identiteti jonë. Ky është pasaporta jonë ndërbreza. Le të themi me shumë respekt se shumë gjatë është derdhur për atë flamur. Dikur i malli Churchilli nuk na njohi as ne as flamurin, por pas pak vitesh ja si erdhi koha. Por nga shumë se çdo gjë, ta doni këtë flamur që kanë këto dy vajzat tuaja. Kjo është krenaria jonë, kjo është sofra e Dukagjinit. Është besa, bujaria, tradita, folklori, trashëgimia e brezave tona. Një duartrokitje për sofrën e Dukagjinit dhe për identitetin tonë kombëtar.